Paris Saint-Germain shkatron Interin 5-0 në finalen e Champions League-s. Paris Saint-Germain mund Interin 5-0 dhe fiton për herë të parë Champions League-ën. Për herë të parë në historinë e saj, Paris Saint-Germain arrin të fitojë titullin e Champions League-s. Një titull që mungonte dhe psa ndoshta më përpara ka pas hyje si Neymar, Mbappé, Messi, shumë lojtarë të tjerë. Paris Saint-Germain me pak hyje, por një skuadër më solide, një skuadër kompetitive, një skuadër të cilat luajnë të gjithë lojtarët për njëri tjetrin. Një Paris Saint-Germain i cili dominon lojën nga minuta e parë deri në minutën e fundit dhe arrin të fitojë, siç e thash, një shkatrim për Interi. Interi i cili rikthehet maktheve të vjetra. Për mendimin tim, muaj maj duhet të hiqet fare nga kalendari për tifozët e Interit. Gjithsesi do të ndalësha pak e Interi. Unë jam tifoz milanist, por nuk do flas si tifoz i Milanit, do flas si tifoz i Interit, që besoj të gjithë tifozët e Interit pa e prisnin këtë ditë. Jo vetëm tifozët, por dhe skuadra e Interit, e cili kishte të vetmin objektiv në kokën e saj ishte fitimi i Champions League-s. Besoj Inter duke marrë yllin e dytë, duke marrë trofeun e 20 të Serie A, 20 tituj, pa llogarit, një me karton, një pa karton, por Interi ka 20 kampionate. Me fitimin e kampionatit vjet, besoj që ky ishte dhe objektivi i skuadrës së Interit. Interi këtë vit kishte qëllimin të fitonte vetëm Champions League-ën. Interit nuk interesonte fare të fitonte kampionatin. Në asnjë moment Interi nuk ka pas objektiv kampionatin. Interi ka pas objektiv fitimi e Champions League-s, jo vetëm arritja në finale. Por ta ngrej atë titull që i mungon dhe të bëhet trofeu i 4 i Champions League-s për skuadrën nerazzurre. Por pa llogarit se si shkoi kampionati. Interi, i cili ishte me 7 pikë plus kundër Napolit, bëri disa paraqitje të dobta në kampionat, e humbi kampionatin, por sot ti je në kulmin e lojtarëve. Shumë lojtarë do ikin. Janë gati 12 deri në 13 lojtarë për të ikur nga Interi. Acerbi, Mkhitaryan, Çalhanoğlu me shumë mundësi, Taremi, Arnautovic e shumë lojtarë të tjerë. Interi do bëjë revolucion dhe nuk besoj që ky Inter sot me këtë ndeshje duhet të tregonte këtë lloj forme, këtë lloj ndeshje. Keni gjuajtur vetëm 2 herë në port. 2 herë në port është skandaloze në një finale Champions League. Të shkosh në 90 minuta të gjuash vetëm 2 herë në port është skandaloze. Lojtar pa gjak, lojtar pa grind, lojtar ku dëgjon pa emocion. Pavarësisht Simone Inzaghi nuk pëlqen fare. Ti luajte me 3-5-2-shin. Siç e mësuar gjithmonë të luash me 3-5-2-shin. Por kur ti luan me 3-5-2, e pe që në minutat e para, që 10-15 minutat e para, Paris Saint-Germain po bote pressingun e lartë. Ti duhet të ndryshosh direkt sistemin e lojës, ta kthesh sistemin e lojës të paktën në 4-3-3 ose 4-4-2. Atëherë, marrë pjesa e parë 2-0. Pse nuk heq ose Mkhitaryanin ose Barrelën? Për mendimin tim, Barrela ishte për të heq që në fillim të pjesës së dytë. Ky nuk është Interi. Dhe jam tifoz i Milanit, por ky nuk është Interi. Për mendimin tim, Interi i vërtet nuk është ky i sotmi. Ishte një Inter skandalos, një Inter që nuk mund të shikonte, një Inter që nuk luajti për asnjë minutë lojë futboll. Që do thotë, Parisi në fazën e mbrojtjes të mbronte me 5-3-2. Moduli lojës ishte 5-3-2. Dhe në fazë sulmi, Parisi shkote me 3-3-4 ose 3-2-5 para, shkonte me shumë. Ti të paktën duhet leshe Çalhanoğlu më të shtym sipër bashkë me një lojtar, bashkë me
Turami, i cili është më i fuqishëm, lesh që pak më të spostuar mbrapa Lautaro Martinez, i cili me aftësinë e Lautaro Martinez, me shpejtësinë e Lautaro Martinez, me dribling e Lautaro Martinez mund të pretendoshe kundër sulmin. Por ky nuk është Interi dhe Interi ditës së sotme nuk është Interi. Sistemi i lojës që ka skuadra Inter, faza mbrojtës, faza mes fushës, është një nga fazat është një nga skuadrat më të konsoliduar në Serie A. Gjithsesi Parisi këtë gjë e tregoi dhe me ndeshjen e parë nëse mani mend, ndeshjen me Liverpoolin në Champions League, i cila ishte një nga mbrojtjet më të mira. Ku shumë lajme dhan, si po mbron ky Inter. Ku ishte mbrojtja e Interit sot? Ku ishte motivimi i skuadrës Interit sot? Ku ishte ai Lautaro Martinez që është kapiten, ku ishte Turam, ku ishte Acerbi si lider, ku ishte Di Marco si lojtar i rritur ka akademia e Inter, një lojtar i cili e don. Ku ishte sot fryma për të luajtur kur ti duhet të paktën të jepsh zemrën, të jepsh atë frymën deri në sekond fundit. Deri në sekond fundit duhet shkosh në duel 1-1, duhet të luash me gjithë zemrën, me gjithë grind. Nuk kam fjalë, por komplimente Parisit për arritjen që bëri, komplimente për lojën që bëri, një lojë dominuese, por komplimente dhe trajnerit Luis Enrique për skuadrën që ka krijuar, për trofeun. Komplimente të gjithë skuadrës Donnarumma që u rikthye të fitojë një titull të madh. Komplimente të gjithë. Komplimente dhe njëherë Luis Enrique, i cili ka krijuar një skuadër solide, një skuadër ambicioze, një skuadër që ka ide të qarta. Një Luis Enrique i cili e mori Paris Saint-Germainin, një Paris Saint-Germain që në fillim të Champions League-s u duk një skuadër e cila kishte shumë vështirësi, krijoi besimin ke skuadra, krijoi besimin ke lojtarët dhe ja ku është. Ai Paris Saint-Germain që rrezikonte tu largonte nga Champions League, përsëritet ai rasti i Portugalisë, ku Portugalia rrezikonte tu eliminonte nga Shqipëria, por ajo Portugalia fitoi Europianin atëherë. E njëjta gjë, një Paris që rrezikonte të mos kalonte të paktën fazën e grupeve, një Paris i cili fiton dhe Champions League. Ndërsa për skuadrën e Intit vjen keq ta them për një turp i madh, besoj që nga dita nesër duhet shkarkohet i pari Simone Inzaghi dhe Inter duhet bërë një pastrim total të skuadrës. Komentoni mendimin tuaj rreth kësaj ndeshje, leni opinionin tuaj, sa më shumë follow dhe videon e plot e gjeni në YouTube.